Kam nderin që sot qëndroj prej zonjës Gorica, e cila është pronare e kompanisë Soko Gorica, një kompani që funksionon me sukses për gati 3 dekada. Zonja Gorica është frymëzim dhe motiv për të gjitha gratë sipërmarrëse në vendin tonë. Soko Gorica është një kompani e orientuar në eksport. Ata eksportojnë 97% të prodhimit të tyre në 35 vende në 5 kontinente, gjë që i bën konkurues në tregun ndërkombëtar dhe jam i lumtur që kjo kompani vendore është në portfolion time të mbështetjes së investimeve, sepse ata vazhdimisht investojnë në automatizimin e procesit të prodhimit, në çka ne i përcjellim dhe i mbështesim vazhdimisht me mbështetje financiare si partner. Në veçanti ndjehemi lumtur me investimin e tyre të fundit në hulumtim dhe zhvillim, respektivisht në ekip inxhinierësh dhe teknikësh që do të punojnë në krijimin e një skeme teknike prodhimi me një shkallë të lartë automatizimi dhe robotizimi. Kjo është e ardhmja dhe ekonomia e re që ndjek zhvillimin e industrializimit të katërt. Vetëm kështu kompanitë tona do të rrisin konkurrueshmërinë e tyre, vlerën e shtuar të prodhimit dhe qëndrueshmërinë dhe rritjen afatgjate. Kjo mas për mbështetjen e investimeve në hulumtim dhe zhvillim, të cilën e kemi prezantuar më shumë se një vit më parë, tashmë po jep rezultate. Në fund të vitit 2022 kemi paguar një shumë rekorde për 23 milion euro mbështetje shtetërore për 410 kompani, të tilla sikurse Soko Gorica. Kompani që pavarësisht krizave investojnë, zhvillohen dhe janë të qëndrueshme për të punësuarit e tyre, të cilët garantojnë vendet e tyre të punës dhe hapin vende të reja pune.